Mirdita. Së pari, dua të denoncoj me forcën më të madhe mashtrimin, censurën dhe manipulimin që mafia e fjalës së lirë kontrolluar nga qeveria totalisht i bëri raportit më të rëndësishëm të Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Mafia e fjalës së lirë, në përputhje me direktivat që mori nga zyra e kryeministrit, nxiu me dhjetra faqe në portale, në gazeta, konsumoj orë të tëra në studio për të mashtruar qytetarët për raportin i barë. Ajo kreu këtë akt të shëmtuar pasi censuroi totalisht raportin e Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian. Është pikërisht ky qëndrim që te i kalon çdo lloj kufiri, ai që më detyron sot në emër të transparencës të paraqes shqiptarëve të vërtetat e raportit i bar 21 maj. Ashtu siç janë miratuar dhe të shpreh falënderim për të gjithë ata të cilët siç do ta shihni e amenduan me 32 amandamente më kryesore për të mos llogaritur dhjetra të tjerë. Të falënderoj Koelar për punën e madhe serioze për të pasqyruar në raportin e tyre realitetin shqiptar ashtu siç është dhe jo realitetin e sheqerosur me lobime korruptive. Unë mund të them se raporti i finalizuar, i paraqitur me 2 shkurt dhe i rishqyrtuar shumë herë, i karakterizuar gjithashtu nga anullimi i konferencës ndërqeveritare, në pozicionet e përbashkëta që paraqet me 21 maj, ka pasqyruar me vërtetësi problematikat madhore të regjimit të Edi Ramës. Dhe se pas këtij raporti, Shqipëria në raport me kriteret standardet e integrimit në Bashkimin Evropian është një vend krejtësisht tjetër. Është fatkeqësi e madhe kur mediat në vend që të mbajnë anën e qytetarëve
anën e vendit tyre dhe interesave jetike të vendit tyre, qytetarëve tyre, mbajnë anën e kreut të Meduzës, organizatës ti kriminale, duke mashtruar qytetarët për këtë raport.